Hajde se sot do përgatisim bashk byrek me mish. A e dëgjoni se sa krokant është nga jashtë, është i butë nga brenda, i mbushur me qepe dhe me mish, i ka të gjitha të mirat. Mund të them me plot gojën se ky është një nga byrekët më të mirë që kam përgatitur ndonjëherë. Prandaj më kishte marrë malli për byrek mua, kisha aq shumë kohë pa përgatitur një byrek. Për të zënë brumin e byrekut është tepër lehtë, miell, krip dhe ujë, unë i kam hedhur gjithë masat me sy se përtoja ti llogarisja. Do ta punojmë brumin me duar për 5 minuta, pastaj do të hedhim pak vaj ulliri sipër dhe lëm që të pushojë. Pas 20 minutash që brumi ka pushuar, do ta ndajmë në kulaç të vegjël të barabartë. Pastaj do t'i japim në petë të vogla duke i hedhur vaj sipër njëra tjetrës ja kështu si në video. Dhe pasi ti kemi mbaruar të gjitha petët, do t'i lënë të pushojnë për një 20 minuta të tjera. Ndërkohë përgatisim gjellën me mish edhe me qep. Siguroni që ta prini qepën sa më imët. Në një tigan do të hedhim pak vaj ulliri, do të hedhim mishin e grirë që të skuqet dhe pastaj do të shtojmë qepën. Shtojmë edhe pak krip edhe i lëm që të skuqen mirë. Me qëra fjala shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Petët kam pushuar mjaftueshëm dhe tani janë shumë të lehta për t'u hapur. Me pak vaj e hapim petën e madhe në tavolinë edhe e mbushim me mish dhe rrotullojmë kështu. Kështu do të veprojmë edhe me petët e tjera duke i hapur me ndihmën e vajit dhe duke i mbushur me gjellën me mish që kemi përgatitur. Kam lexuar komentet e juaja dhe shumë për ju thoni që për toni të bëni byrek se është shumë e vështirë, po shikojeni ke video ime, shikoni sa lehtë e përgatis unë, edhe bëjni dhe ju se nuk është aq e vështirë. Në fund fare i hedhim pak vaj ulliri përsipër dhe e vendosim në furn në 250 gradë për 20-25 minuta derisa byreku të bëhet kështu. Tani unë e di që byreku më ka dalë shumë i mirë se edhe e provova dhe kishte dalë me nam, po një pyetje kam për ju. Cili është byreku juaj i preferuar? Me gjizë, me spinaq, me qep me domate apo me mish? Shkruani në komente se do i lexoj të gjitha komentet. Ciao.